pjesë të aktiviteti, sekretari të shërbimit. Me siguri që kemi pasur një agjendë të pasur dhe kemi realizuar gjëra të tjera, por për mua ishte kënaqësi dhe pranova më njëherë, edhe sepse ne praktikisht në një fushatë zgjedhore dhe angazhimet janë maksimale gjatë gjithë ditës sot, por ishte kënaqësi dhe në fakt unë shoh se këtu me një pjesë madhe për jush kam pasur mundësi të takohem dhe të diskutojmë për shqetësime ndryshme që mund ketë komuniteti dhe ushtarakët pensiona për rezervë, gjithë brezi juaj ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për jo vetëm për qytetin e Durrësit, por për gjithë Shqipërinë dhe në të vërtetë dua të shpreh mirënjohje për gjithsesi për jush, për angazhimin që keni pasur, por dhe për tjerë të cilët mbasi nuk janë bashkuar dot sot në këtë takim. Sigurisht do të inkurajoja që takimet të tilla të realizohen edhe në të ardhmen, mbasi me një agjendë konkrete të shpërndarë 2 apo 3 herë në vit, jo vetëm për të bërë një prezencë punës që ju të angazhimeve që keni, por mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të lidhim brezin e ri me kontributet e tyre që ka brezi juaj, pra të arrijmë që të përcjellim sakrificat, vlerat me të cilat ju keni ushtruar profesionin tuaj, angazhimet që keni pasur dhe atë rolin që keni pasur duke nisur që me familja e secili për jush, të transmetuar më tej në shoqëri. Ne urojmë që gjithashtu, siç kemi ndarë së bashku me disa për jush shqetësime të komunitetit, do të bëjmë mundur të vazhdojmë punën për qytetin dhe angazhimet që kemi marrë me qytetarët e Durrësit, por edhe me këtë kategori me besimin kemi bërë disa takime në fakt dhe kemi arritur që nëpërmjet zërit të lançit të nisim disa punë shumë të mira për sa i takon për shembull rehabilitimit të muzeut të dëshmorëve, kemi përfunduar projektin, që ka nisur si një detyrë, si detyrë e kërkuar apo si një kërkesë që na ka nga lançi. Dhe jam e sigurt që edhe me ushtarakët ne do të kemi mundësi të japim një kontribut në qytet, aty ku ne nuk kemi qenë të mëndshëm apo ku nuk e kemi vlerësuar sa duhet situatë. Sigurisht që mund na vinë nga ju propozime konkrete apo nevoja konkrete që ka ky komunitet, por mbi gjithë ato gjithë qytetarët e Durrësit më gjerë. Pasi ka përmendi pak, unë nuk doja të flisja për kandidatët që ne kemi, sepse e quajtja si takim teknik dhe kemi konferencë pune, por me qenë se Vasilja ka para meje, në fakt në këtë fushat jemi në këto zgjedhje që vijnë, sigurisht që kemi një angazhim maksimal ato të një projekt historik, i cili është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe ky është një proces i cili ka nisur, ka bërë hapa konkret nga qeveria shqiptare. Dhe pikërisht për të fituar besimin e qytetarëve dhe për të pasur një listë me një spektër të gjerë personash le të themi ku gjithsecili do arrijë gjej vetën apo gjen, siç përmendi Rasi Berasi me disa djemve që janë djemë ushtarakësh apo profesionistë të tjerë, kemi dashur që në listën tonë kemi kandidatë të cilët kanë dashur një eksperiencë prej dekadash në kuvend, por kemi edhe të tjerë të cilët vinë nga komunitete të ndryshme, nga background të ndryshme, nga klasa të ndryshme shoqërore, në mënyrë që gjithsecili prej nesh dhe teme prej gjithë qytetarëve të Durrësit të ketë mundësinë të vlerësojë mbështetjen e tij, angazhimin e tij kundrejt tyre. Kështu që unë falenderoj shumë edhe për mbështetjen që na keni dhënë, por edhe ato që do të na jepni, jam e sigurt që së bashku, ose kështu të organizuar, ose ashtu siç kemi pasur mundësi të komunikojmë çdo herë, do të kemi mundësi të përmirësojmë disa gjëra në qytetin e Durrësit, të bëjmë diçka për qytetin, për aq kohë sa qytetarët na kanë besuar dhe do të na dhënë mbështetje. Shumë faleminderit, uroj të shkojë mirë kjo konferencë që në sotme. Më parë praktikisht do qëndroj dhe pak do të kërkoj leje para se të angazhimeve, kështu që do më duhet që pa më përfunduar ju më përpara të largohem, kështu që edhe një herë faleminderit për ftesën dhe gjithë ju uroj shëndet.